Ku ndodhet vari bosh I Jezusit? Ka dy vende kryesore që pretendohet të jenë vendet e varimit të Jezus Krishtit. Kisha e varit të shenjtë, e vendosur brenda mureve të qytetit të vjetër të Jeruzalemit, dhe vari në kopësht, I vendosur jashtë mureve të qytetit. Shumë studiues pohojnë me argumente dhe prova bindëse se kopshti është ai vend që përmban varin bosh të Jezus Krishtit. Duke shqyrtuar përshkrimet biblike, afërsinë gjeografike dhe dëshmitë arkeologjike, gjejmë fakte të forta për këtë pohim. Një argument kritik është afërsia e kopshtit të varit me vendin e kryqëzimit të Jezusit. Sipas Ungjive, Jezusi u kryqëzua ditën e premte, e quajtur edhe dita e përgatitjes për të shtunën, e cila ishte dita e pushimit sipas udhërimit të 4 të Zotit. Prandaj ai u varos me nxitim për shkak të afrimit të shtunës. Kjo urgjencë kërkonte një vend varosjeje afër vendit të ekzekutimit. Në Bibël lexojmë që Jozefi i Arimatea jo paraqit Pilatit dhe kërkoi trupin e Jezusit. Dhe pasi e zbriti poshtë nga kryqi, e mbështolli në një çarçaf dhe e vuri në një varr të gërmuar në shkëmbë, ku ende nuk ishte varosur asnjëri. Ishte dita e përgatitjes dhe shtuna po fillonte. Ata pra e morën trupin e Jezusit dhe e mbështollën në pëlhura liri me era të këndshme, sipas zakonit të varimit që ndiqnin judenjtë. Por në atë vend ku ai u kryqëzua ishte një kopësht, dhe në kopësht një var I ri, në të cilin ende nuk ishte vënë askush. Aty pra, për shkak të përgatitjes së judenjve, e vun Jezusin, sepse vari ishte afër. Brenda territorit të varit në kopësht, ndodhet një shkëmbë që I ngjan Kafkës, I quajtur Golgota në hebraishtën e vjetër dhe Kalvar në latinishtën me të njëjtën domethënie në të dy gjuhë, vendi I Kafkës. Kjo forcon lidhjen midis këtij vendi dhe përshkrimi biblik që pohon në të katër ungjilët që Jezusi u kryqëzua në një vend e quajtur Golgota ose Kaft. Dhe ai, duke mbartur kryqin e tij, u nis drejt vendit që quhet Kafka, që në hebraisht quhet Golgota. Arritën në vendin që quhet Golgota, domethënë vendi I Kafkës. Pastaj e çuan Jezusin në vendin të quajtur Golgota, që do thotë vendi I Kafkës. Dhe kur arritën në vendin që quhet Kafka, aty e kryqëzuan atë dhe keqbërësit, njëri në të djathtë e tjetri në të majtë. Pra prania e kodës së Kafkës, disa minuta ecje larg nga vari bosh, forcon argumentin për vetësinë e tij. Bibla na tregon qartësisht që Jezusi u kryqëzua dhe u varos jashtë mureve të qytetit të Jeruzalemit. Gjoni 19:20 thotë: vendi ku u kryqëzua Jezusi ishte afër qytetit, duke theksuar vendodhjen e tij jashtë kufive të qytetit të vjetër të Jeruzalemit. Mrekullisht, kufit e mureve të qytetit të vjetër kanë mbetur të pandryshuar për shekuj, duke përshtatur me narrativën biblike. Kopshti I varit I vendosur jashtë këtyre mureve përputhet në mënyrë të përkryer me këtë përshkrim. Bibla na rrëfen, por ditën e parë pas së shtunës në mëngjes, kur ishte ende errët, Maria Magdalena shkoi te vari dhe pa se guri ishte hequr nga vari. Atëherë rendi te Simon Pietri dhe te dishepull tjetër, të cilën Jezusi e donte, dhe u tha atyre: e kanë hequr Zotin nga vari dhe nuk e dim ku e vun. Atëherë Pietri dhe dishepulli tjetër dolën jashtë dhe u nisën për te vari. Rendin të dy bashkë, por dishepulli tjetër rendi përpara, më shpejt se Pietri dhe arriti I pari te vari. Është qartë se vari I Krishtit ishte afër qytetit, se përndryshe Pietri dhe Gjoni nuk mund të vepronin gjithë rrugës deri atje. Kopshti I varit ndodhet afërsisht 220 metra në veri të portës së Damaskut, e cila është një nga hyrjet e qytetit të vjetër të Jeruzalemit. Kjo distancë e shkurtër e bën atë lehtësisht të arritshëm në këmbë, duke marrë vetëm pak minuta për të ecur, dhe mbështet më tej kandidaturën e varit në kopësht si vendi I saktë biblik I varosjes. Fakti që vari I Jezusit ndodhet në një kopësht përputhet me përshkrimin biblik. Në vendin ku ai u kryqëzua kishte një kopësht, dhe në kopësht një var të ri. Më tepër, në Ungjillin sipas Gjonit lexojmë që në ditën e ringjalljes, Maria Magdalena, me sytë e saj të përlotur, e ngatëroi Jezusin me një kopshtar.
Jezusi i tha, "O grua, pse po qan? Kë kërkon?" Ai duke menduar se ishte kopshtari i tha, "Zotëri, po e pa të hequr ti, më trego ku e vure dhe unë do ta marr." Kjo forconi den se vari ishte i rrethuar nga elemente karakteristike të një kopshti, ndoshta pemë, lule ose bimësi që në artyeshëm do ta çonin atë të mendonte se një kopshtar mund të ishte aty. Së bashku, këto detaje krijojnë një argument bindës që vari i Jezusit ishte në një vend që i përshtatet përshkrimit të një kopshti, duke u përputhur si gjeografikisht ashtu edhe narrativisht me tregimin biblik të ringjalljes. Ndoshta dëshmia më bindëse është ekzistenca e një vari bosh brenda territorit të kopshtit. Ungjit përshkruajnë varrosjen e Jezusit në një var shkëmbor që i përkiste Jozefit të Arimateas. Kopshti i varit përmban një strukturë të ngjashme të gdhëndur në shkëmb, duke u përshtatur me këtë përshkrim. Vizitorët e vendit shpesh komentojnë thjeshtësinë dhe ngjashmërinë e tij me varret e shekullit të parë. Mungesa e një trupi në var pasqyron më tej tregimin biblik të ringjalljes, duke bërë atë një dëshmi të fuqishme për ngjarjet e përshkruara në Dhjetën e Re. Ndërsa debati mbi vendin e varrosjes së Jezusit vazhdon, kopshti i varit paraqet një rast bindës të bazuar në dëshmi biblike, gjeografike dhe arkeologjike. Mendodhja e tij jashtë mureve të qytetit, afërsia me Golgotën dhe prania e një vari bosh përputhen ngushtë me përshkrimet e ungjive. Vari bosh i Jezusit në kopshtin e varit është një dëshmi e fuqishme e ringjalljes së tij dhe identitetit të tij hyjnor si biri i Perëndis. Ndërsa udhëheqësit e mëdhenj të historisë qëndrojnë ende në varret e tyre, vari bosh i Jezusit shpall me guxim se vdekja nuk mund ta mbante atë. Kjo ngjarje e jashtëzakonshme konfirmon se ai është vërtet ai që pëonte të ishte, shpëtimtari ynë dhe triumfuesi mbi mëkatin dhe vdekjen. Vari bosh nuk është thjesht një fakt historik, është një burim shprese dhe transformimi për besimtarën. Ai na siguron se përmes Krishtit edhe ne mund të përjetojmë një marrëdhënie të ri për të ri me Perëndin, të fitojmë mbi mëkatin dhe të marrim jetën e përjetshme në ardhen e dytë të Krishtit. Jezusi na fton secili prej nesh që t'i afrohemi duke ofruar të lehtësoj barrat tona dhe të mbush zemrat tona me paqen e tij. Ai thot me dashuri, "Ejani tek unë ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap çlodhje. Atë që vjen tek unë nuk do ta nxjerr jashtë kur." Fal varit bosh, mund të jemi të sigurt se Jezusi është gjallë, i gatshëm të transformojë jetën tona dhe të na jap paqe të qëndrueshme. Ai po pret përgjigjen tuaj sot. Si do të jetë ajo?